vjen, tenton me kthy burrin, djalin e qasaj vjehre. Po? Edhe vjehrës i kujtohet çka ka tentu me ba kur ka qenë e re, edhe frigohet që pja kthen djalin. Edhe aja tani nuk mund me pajtu me nusën. E tash sa s'mundet varet prej karakterit djalit. Kujt duhet të jetë fjala në shtëpi? Fjala duhet me ecë atij që e kupton situatën, atij që ka një vizion për të ardhmen, atij që bashkëpunon me çdo njanin, atij duhet me ecë fjala. Nuk është në pyetje, as djali, as baba, as nana, as reja. Ti thua cili të jetë më i zot në këtë aspekt? Cili jo më i mëshëm ta quaj kështu. Le të ecë fjala, po. Le të ecë fjala dhe duhet me ecë. Se ne kemi të mrapa të ju mundu me diktu që unë jam më i mëshëm se djali jam. Apo reja jam. Në shtëpinë tënde kujt i ecë fjala më shumë, ty apo bashortës? Bashortës o Eli. Faleminderit. A di pse? Po. A di pse? Po, më thuaj. Edhe gjermanët e thojnë, shefi është gruaja. Po. Unë jam punëtor. Edhe mire thaja, shumë ma let, nuk manipulohëm, po toleroj ne mashkujt, se sa femnët. Po. Kur tha i manipuloj, ma jam morë manipulim, po nuk e quj manipulim, se nuk manipulohet një njeri, s'mon me manipulu që ofsa i nuk dënë, për tolerojmë, hajtë s'pi bëjnë za, hajtë nash, edhe mashkujt tolerojnë ma shumë. Mirë.